أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد falenderimet, lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për Zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, për vulën e gjithë pejgamberëve, si dhe për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për sahabët, shokët e tij të ndershëm, për familjen e tij të pastërt dhe për gjithë pasues sunetit të tij të pastërt deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot inshallah do të flasim në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke fol në lidhje me rregullat e namazit dhe gabimet të cilët bëhen në ta. Erën e kalume mbetëm tek çështja e shpjegimit të leximit të Muhamedit alayhi salatu wassalam në namaz, se sa ishte gjatësia e të lexuarit nga ana e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në namazet e tija. Pejgamberi alayhi salatu wassalam varësisht prej xhamatit edhe e bante leximin e namazeve, leximin e Kuranit në namazet e tija. Kryesisht kanë qenë leximet më të gjata të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po kishte raste kur edhe e shkurtonte Resulullahi sallallahu alaihi wasallam namazin dhe nuk e zgjaste shumë. Për shembull, gjatë rrugtimit, kur ishte në rrugë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam lexonte më shkurt. Transmetohet për shembull që në Yaci ndodhte të falte Yacin me watini wa zejtun, ose namazin e sabahut lexonte në farz kul a'udhu bi rabbil falak edhe kul a'udhu bi rabbin nas në 2 rekate. Do thotë në rrugtim leximet i kishte më të shkurtra. Po ashtu nëse vrente se sikur që e cekëm dhe herën e kalume se ka në xhamat fëmijë apo njerëz nevojtar të moshuar, të cilët nuk po mundën të qëndrojnë dhe po i prishet koncentrimi i dëgjimit të namazit, atëherë shkurtonte Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe i porosiste edhe shokët e tij që të ishin më të shkurt, sikur që është rasti i Muadh ibn Jabelit, kur shkonte te fisi Amr ibn Auf në Kuba dhe u azgjaste namazin, dhe kur bën ankesë të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë rrogë vërejtën që të kenë kujdes, dhe tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre, tha jo njerëz ka për ju që i largojnë tjerët, prandaj çdo kush që u pri njerëzve le të shkurtojë namazin, sepse pas ti falet i mashumi, i dobti dhe njerëzit në nevojë. Do thot le të shiqoje se ka prapa. Mirë po, sahabët kur janë falë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pas ankesa për zgjatimin e namazeve apo leximeve që i bante pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kishte raste të cilat lexonte kogja më gjatë se sa që i dëgjojmë sot lexuesit në për xhamiat tona. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam namazin e sabahut transmetohet që në Sahihun e Buhariut, Imam Buhari në Sahihun e tij dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, transmetojnë se pejgamberi në namaz sabahut lexonte prej 60 deri në 100 ajete në 2 rekatet e namazit të sabahut. Për shembull, mirë po kishte raste ku lexonte edhe më shkurt apo lexonte edhe më gjatë. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam në namaz sabahut lexonte surat për shembull Qaf wal Quran al Majid, që i ka pas 45 ajete, hadithi është Sahih Muslim, apo lexonte suratul Waqi'a, cila i ka 96 ajete, sikur që ka cek Imam Ahmedin Musnedin e tij me vargun e transmetuesve të mirë. Po ashtu ka lexuar për shembull suratul Fath, e cila është 29 ajete. Po ashtu është i transmetuar për në musanefin e Abdurrazakut me zinxhir të pranueshëm. Pastaj ne ka lexuar suratul Mu'minun,
që është 118 ajete. Ka transmetu këtë transmetim që pejgamberi sa namaz sabat e ka lexu suratul Mu'minun me 118 ajete, Imam Muslimi në Sahihun e tij, ose surat Tur, e cila është 49 ajete, ose ka lexu surat Rum, që është 60 ajete, ose e ka lexu pejgamberi alayhis salatu wassalam surat Yasin wal Quranil Hakim, e cila është 60 ajete, sikur që e ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Mirë po, ka hadithe të dobta, ka hadithe të vërteta që kanë përshkruar, ky hadith që përmenda është prej haditheve të dobta, që e kanë përshkruar se sa ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por shohim se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ditë të lexonte edhe gjatë, por ka ditë që të lexonte edhe më shkurt. Krejt varet prej asaj se kënde kishte prapa ti në namazet e tia. Për shembull, ndodhte që namazin e drekës ta zgjaste Resulullah sallallahu alaihi wasallam, saqë për shembull në 2 rekatet e para të namazit drekës pejgamberi alayhis salam lexonte 30 ajete, sikur që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Do thot në 2 rekatet e para lexonte 30 ajete. Mirë po ndodhte që edhe në rekatin e tretë dhe rekatin e katërt të namazit farz të drekës të lexonte pas surës Fatiha ajete. Diku i lexonte edhe 15 ajete. Ky sunet gati se është tërësisht i vdekur tek ne, që nuk lexohet në rekatin e tretë edhe të katërt. S'ka qenë adeti shpesht i pejgamberit alayhis salam, por në ere ka ndodhur që edhe në rekat 3 dhe 4 të lexonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam në namazin e drekës, në farz, edhe në rekatin e 3 edhe në rekatin e 4. Për shembull, Abu Said al-Khudri tregon, thot në atë kohë thirej ikameti për namaz drekës, edhe kishte prej neve që shkonin deri në Baqia, Jannatul Baqi, ku janë varrezat sot, deri sot që aty në varrosën të vdekurit musliman që vdesin të Medinës, apo ata të cilët janë në haxh ose në umre, edhe shkonte, prishte abdestin, edhe pastaj shkonte në shtëpitë vet, merrte abdest, pastaj shkonte në xhami dhe gjente pejgamberin alayhi salatu wassalam në rekatin e parë për shkak të zgjatimit të namazit. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Dhe sa në qendi lexonte sa gjysma e leximit që e bënte në namazin e drekës. Do thot në drek ka lexuar më gjatë se sa në namazin e iqindis. Dhe sa në aksham, namazin e akshamit, që të ne çuditërisht ne lexojmë shumë shkurt në namaz të akshamit, mi po kur e sheh pejgamberin alayhis salatu wassalam e sheh se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka lexuar gjatë dhe nuk i ka majt namazin shkurt. Të ne edhe ezani i akshamit bëhet shkurt. Dhe kur i thu pse pe e thirr shpejt ezanin e akshamit, është një bestytnie për hapur që s'ka kur far bazën fe, se do të mu shpejtu se në vakt të akshamit bëhet dita e kiametit. Prandaj edhe do të mungut. Sfari nuk ka hadith, argument për këtë çështje. E dyta, argumentet janë që ditën e kiametit, kur fillon kiameti, nuk do të ketë musliman sipërfaqe të tokës. Se paraprakisht Allahu Teala do ta dërgojë një puhiz të lehtë, e cila do të merrë shpirtat e besimtarëve, muslimanëve, dhe nuk do të leje asnjë besimtar, asnjë musliman në sipërfaqe tokës. Kiametin do ta presin ata të cilët nuk e përmendin emrin e Allahut Teala. Shirarul khalq, krijesat më të këqija tek Allahu Teala. Dhe sa besimtar nuk do të ketë kur fillon do thot kiameti, shkatrimi i qijeve edhe i tokës. Prandaj nuk është nga suneti shpejtimi në ezanin e namazit të akshamit, apo shpejtimi në lexim, edhe sa më shkurt me lexu në namaz të akshamit, që çuditërisht është shumë e përhapur tek ne. Që për shembull pejgamberi alayhis salam
në namaz të akshamit do të lexonte surat Tur, e cila i ka 49 ajete, ose lexonte surën Muhammed, e cila i ka 38 ajete, ose e lexonte surën Mursalat që i ka 50 ajete, ose e lexonte suratul Anfal që i ka 75 ajete, apo ndodhte që ta lexonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe suratul A'raf që i ka 206 ajete, para mendoni namaz të akshamit. Ne jemi të mësueshëm që për shembull namaz të yacis me lexu më gjatë, namaz sabat me lexu më gjatë, mirë po me lexu më gjatë namaz të akshamit, te ne për shembull nuk janë të mësueshëm xhamati. Mirë po vetë praktika e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam tregon se pejgamberi sa ka ditë që edhe namaz të akshamit të lexonte gjatë, ndërsa po ashtu kemi hadithe se për shembull në namaz të yacis Resulullah sallallahu alaihi wasallam lexonte wash-shamsi wa duhaha apo surat të ngjajshme. Mirë po, ajo që është më rëndësi është të shiqohet situata si e ke për mrapa xhamatin. Nëse ke pleq të lodhën, nana me fëmijë të vegjël të cilët çajnë bë dëzhurm, atëherë nuk është presionetit të zgjatet namazi, mirë po mbahet më shkurt. Po ashtu, prej gabimeve që bëhet nga ana shumë imamve është që në namazin e teravive jashtëzakonisht shpejt lexojnë dhe falen. Dhe janë për aty në tamam çukicëve të namazit, të cilët sikur i ka përshkruar sikur zogu që e han ushqimin, ashtu e bëjnë rukun, ashtu e bëjnë sejdën, vetëm e vendosin kokën, largohen, edhe leximin e kanë me një frym. Për shembull, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin. Nuk ka presionetit një formë të tillë e leximin ndër vëllezër. Apo e lexon vetëm një ajet, edhe don në këtë formë me kry teravin. 20 recate me ka një ajet. Me 20 ajete përfundon 20 recate të namazit të teravive. Kjo nuk ka sunnet, përkundrazi është gjë e urrejtur shpejtimi në namaz. Kur shkon me dikon që e don, ki qef me pa, nuk ki qef me njëherë me përfundu biseda me tane. Kjo shet e imanit të dobët tek ne. Për shembull, kur takohet njëri me ditët, sidomos ditët e para, me niqahin e vet, ka qef me zot neja me tane. Kur takohet me prindin e vet, ka qef me zot ndeja me ta. Vjen gërbeqiu, sa ka qef me pa një muhabet me ba me nanën, me babën, me uçmall. Kur e don një shok, del me pi një kafe, ki qef me zjat muhabetin, shkon muhabeti me ta, ose me një hoq që ta don zemra, ke qef me zjat muhabetin me ta, dhe nuk thu, u mërzita najta një orë me ta. Dhe sa kur vije puna, namaz, sikur që është namazit teravive, lypim, kërkojmë sa ma shpejt me përfundu namazin. Edhe në leximin më të shkurt, edhe qëndrimin në ruku në sejdë më të shkurt. Pejgamberi sa kur shkonte në ruku, e zgjaste rukun, gati sa e ka zgjatë edhe leximin e Kuranit. Kur shkonte në sejdë, e zgjaste sejdën sa e ka zgjatë rukun. Ne sot për fat keq bëjmë namaz jashtëzakonisht shpejt, dhe kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit sa përkundrazi, është prej gjanave të papëlqyeshme që e bëjmë në namazet tona. Po ashtu edhe prej gabimeve të cilat vrejmë tek disa imamlar që nguten në namazet e tyre, sidomos namazin e teravive, apo edhe kur falemi veten, është që për shembull me fal në mënyrë të shpejt namazin, sa që leximin e Kuranit të shkon në ruku lexon Kur'an edhe e merr tekbirin në ruku. Kjo është gabim. Për shembull, edhe shkon në ruku, Allahu Ekber, duhet të merr frym. Ke lexu Kur'anin, e përfundon, merr frym,
tek pastaj e merr tekbirin që po lëviz prej një rukni në rukn tjetër, prej një shtylle në një shtyllë tjetër të namazit, sikur që është për kıyamet me shku në ruku. Andaj nuk bën që të ngutet në formën e tillë. Dhe është një gjë e cila nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu është shumë e rëndësishme që imami të pasohet dhe të mos dalim neve, të mos shpejtojmë para imamit. Prej sunetit është, sikur që pejgamberi alayhis salam thot, një herë Enes ibn Malik e transmeton këtë hadith, ndërsa Imam Muslimi e ka cek këtë hadith në sahihun e tij, thot një herë e fali pejgamberi alayhis salatu wasalam namazin, kur e përfundoi atë u kthy nga ne dhe na tha: "O njerëz, unë jem imami juaj. Prandaj mos më paraprini në ruku, në sejdë gjatë qëndrimit në kom dhe largimit nga namazi." Ishin fillim, sahabët nuk I dinin mirë gjanat, edhe janë disa njerëz më të nxitueshëm, edhe nuk bën sabër, shkon para imamit në ruku, shkon para imamit në sejdë, e kjo është e ndaluar. Bile ka edhe kërcënim në lidhje me shpejtimin e xhamatliut me dal para namazit, para se me aj me bë veprimin. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Imam Buhariu në sahihun e tij dhe Imam Muslimi në sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A nuk druhet ai që e ngre kokën e tij para imamit, se mos Allahu ja kthen kokën e tij në kokë, qofshin ndërum kokë gomari." Astuteni që Zoti mundet më ndru juve. Disa kanë thonë mund me qenë në realitetin e vetë, me qenë që me të vërtet me u shëndru në kokë të gomarit. Disa të tjerë kanë thonë, jo, ka mundësi, dhe thonë me marë veti, me qenë kokë bëshe, me qenë I pakuptushëm e sede. Allahu e din më mirë, Allahu e ka fuqin, që mund të ndodhe një gjë vërtet e tilë, që Zoti Gjallë Gjallalu me andru edhe fizionomin e personit. Për shembull, Bara ibn Azib thot kur pejgamberi alayhis salam thoshte Semi Allahu liman hamida, askush nga ne nuk e përkulte shpinën e tij derisa pejgamberi alayhis salatu wasalam shkonte në sejdë dhe pastaj ne e bënim sejdën pas tij. Për shembull, është në ruku imami. Kështu është fal pejgamberi sa. Edhe po ngritet nga rukuja, duke thënë Semi Allahu liman hamida. Pesunet është me thënë Rabbana lekal hamd. Te xhamati shkon para imamit. Do të me prit. Thot Bara ibn Azib, sahabi I pejgamberit alayhis salam, thot pritni derisa shkon te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tek pastaj neve e pasonim Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Se po është një hadith tjetër, Samura ibn Jundub thot pejgamberi alayhis salam thot kur të ngriheni për të fal namaz, mos e paraprini imamin e juaj gjatë rukuz dhe sejdës, përkundrazi ai duhet ju parapri ju. Hadithi e transmeton Imam do thot Bezzari në Musnedin e tij dhe është hadith sahih. Dhe ka përmend Sheikh Albani në silsile të haditheve të vërteta me numrin dorë 1393. Do thot disa subhanallahu I shoh un mes dy sejdave, zakonisht ndodh kur imam të janë shumë të shpejt. Atëra xhamati mundohet me I parapri edhe imamit. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman, Allahu akbar, Allahu akbar. Çuditëm me disa imamlar, sa që nuk ke kohë, as me thonë subhana rabbil ala 3 herë në sejdë. Ai veç kthehet. Atëherë xhamati kur shen një gjë të tillë, atëherë ky hala më shpejt. Shko përpara imamit, kthehet përpara imamit, ngritet, ulet. Sami Allahu liman hamide kur është xhamati veç mrrin poshtë, brum, shon të poshtë, pastaj imami vjen me za duke thonë Allahu Akbar. Këto janë gabime, ndërrum vëllezër, do të më qenë shumë qetë. Me marr tekbirin fillestar para imamit. Allahu Akbar, me thonë ti Allahu Akbar, mu lidh para imamit. Ti e pa namaz. Ti lidhesh mas tekbirit të imamit. Për shembull imami po përgatitet edhe po e merr tekbirin fillestar, me po e zot zonin. Allahu Akbar. Edhe po lidhet, ende pa e përfundu tekbirin fillestar, imami kjo lidh, nuk jenë namaz. Prit. Edhe imami s'du të minzat shumë tekbirin,
po edhe ti mos u ngut. Dhe e dyta, me dhon selam para imamit. Edhe imami duhet ma shkurt me majt selamin. E jo me zjat shumë, e ky me dhon selamin për para imamit. Po presim me dhon imami selamin, se për ndryshe del para imamit edhe të prishet edhe namazi, Allah na ruaj. Shamull imami, Esselamu alaikum wa rahmatullah. E disa imamlar e zgjasin me sekonda. Esselamu alaikum wa rahmatullah. A ky xhamatlijeve që ka kthy kryt, selam alaikum wa rahmatullah. Me zi pret tash. Esselam. Shkurt. Ma shkurt. Se prandaj ka thënë pejgamberi sa kur t'jep selam, jepni selam ju. Do të më prit, se për ndryshe del prej namazit. Prandaj edhe imami do të më pas frikë Allahu Teala, që mos më bëj shumë zgjatimet zanore, edhe xhamati do të më qenë me sabër. E jo me zi me prit edhe veç qohet ky medal ku do në më shku se telefon për thirë ka dikush, ose për prit dikush, ose i kalon kerrin keq, ose çka dione për çfarë arsyetimi të lodht, do në me dalë prej namazit. Prandaj është shumë me rëndësi që të mos falim namaz të shpejt, por të kemi kujdes që namazet t'i falim me kujdes. Për shembull, sidomos në evrej edhe në Qabe evrej, kur me nzi presin imami me dhonë që me bëhë hygjëm edhe me shku të guri i zi për me puth gurin e zi. E kjo është shumë ndalume, se thot pejgamberi sa, vërtet imami është vendos për të ndjekur, prandaj kur ai të shkojë në sejdë, shkoni edhe ju pas tij, e kur të ngrihet, ngriheni edhe ju pas tij, sikur që e transmeton Imam Buhariu në sahihun e tij. Prandaj qetësia të nderuar vëllezër është shumë e nevojshme që imami të jetë i qetë në namaz, të mos shpejtoje, po edhe ta porosite xhamatin që të jenë të qetë. Për shembull, transmetohet që Haxhaxhi, i cili ka qenë në kohë bashkanik bashkë me sahabët e pejgamberit alayhis salam, ai ka qenë zullumçar. Mirë, po para se me u bë më këmbs në Mekë dhe në Medinë, s'kishte pushtet, një ditë të falë namaz në xhamit pejgamberit alayhis salam, Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi u falë pranë Said ibn Musayyib. Saidi ishte prej ulemave të Medinës. Edhe kur falte namaz, Saidi ishte të falë për mas, e pa se po falet ma shpejt se sa imami, po ngritet para imamit, po ulet para imamit. Kur dha selam, Saidi e kapi një qoshe të rrobave të Haxhaxhit. Dhe nuk e la mu ngrit, po ishte të e bë dhikrin. Dhe po do të mi kallëzu diçka, por nuk donte me e prish synetin e dhikrit pas namazit. Mirë po e ngrete, a i donte mu hek, ky e kapte dhe e ngrete afër vetit. Pasi e përfundoi dhikrin, edhe kur e pa se s'pe largon dorën, u ndal dhe i tha: o vjedhës, o i pa besë, si e duke u falë në këtë mënyrë? Isha gati, tha, me të godit me këtë nallane, me këpucat që i kishte, me cilat ecte. Mirë po Haxhaxhi shukati dhe nuk ja ktheu, e kuptoi gabimin. Pse, tha, po ngutesh para imamit, jetë namaz, jemi dal para Zotit, dhe ja dha këshillën. Edhe pse, ne të nderuar vëllezër, na kemi një problem kur t'jep dikush këshill, sidomos hoxha, në herë mundemi me qenë edhe më të rrept se që duhet, dhe irritohemi dhe na vjen inati. Pse na e tha? Por është mirë me e marrë mësimin. Për shembull, që ky Haxhax, që ka qenë i njohur për ashpërsinë e tij, më vonë u caktu në detyrë dhe u bë pushtetar. Dhe erdh prej Shamit, erdh në Hijaz, një herë në Mekë, dhe bani që ka bani me Abdullah ibn Zubairin në Qabe, e pastaj u bë guvernator i Medinës. E pastaj erdh një ditë në xhamit pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ju afru
Said ibn Musayyibit dhe i erdh u friksun se kam i bot diçka dhe u afru dhe ul para Saidit Haxhaxhi dhe i tha, ti që mi pa të thonë mu ato fjalë qëtu në xhami kur u isha unë këtu e para se më u bë guvernator i Medines, a jeti ai cili mi pa të thonë mu këto lafe? Ja vu në krahror dorën dhe i tha, po, unë jam qaj, Saidi. I tha, Allahu që përbleft me të mira, si mësues dhe edukator, që pre asaj dite, unë sa herë që kom falë namazin, i kom kujtu fjalët e tua, pas kësaj unë ngrit dhe iku. Edhe pse ishte jashpër me ta, mirë po duke e ditë rëndësin e madhe të këshillës, e kishte marrë me lehtësi këshillën e hoxhës dhe nuk ishte hakmar në lidhje me atë këshillë. Po ashtu, është shumë me rëndësi që tekbirin, kur e marim, nëse për shembull tekbirin fillestar, e kemi zënë imamin të shku në ruku, është kryer recati. Edhe unë po du me zënë në ruku imamin që ta zoj recatin. Se nëse e zoj imamin në ruku, i përkullën, më konsiderohet që e kom zënë recatin dhe nuk e qohë me e plotësu atë recat si recati humbur. Por konsiderohet se e kom zënë recatin. Dhe shohim në herë njerëz të cilët në ngutje sipër, kur e merr tekbirin, Allahu Akbar, e merr tekbirin të shku në ruku. Allahu Akbar, dhe kjo gabim. Tekbirin e merr nalt të qenë në kom, Allahu Akbar, e pas e tekbirin e dytë e merr me shku në ruku. E merr Allahu Akbar. E jo në ruku. Dhe nëse e bën këtë punë, konsiderohesh që nuk je fut në namaz. Se tekbiri fillestar merret në qiyam. Allahu Akbar, pas e shkon. Mirë, po nuk është kusht që më konë dy tekbire. Allahu Akbar, për me shkon ruku. Nëse s'ka ko, mjafton një tekbir. Por në kam, Allahu Akbar, shkon e zën imamin ruku. Edhe nëse s'ke arrit me thonë, tekbirin e dytë, e ke zënë recatin. Po ashtu, nuk ke nevoj, masi e ke marrë tekbirin fillestar, se disa menajnë, që kur ta marrë tekbirin fillestar, Allahu Akbar, mi lidh durt, mas në me shkon ruku, s'ki nevoj me i lidh durt, se durt lidhen gjatë leximit Kur'anit, e ti këtu s'ke ko me lexu Kur'an. Po jeto këqyn me arrit recatin, atëherë kanë thënë ulemaja, nuk ka nevoj me i lidh durt. Allahu Akbar, bile, edhe nëse nuk i qënë durt, po vetëm në kam të qenë, Allahu Akbar, i e shku në ruku, e ke nëzan rukun, konsiderohet që e ke nëzan recatin. Shpresoj që ka qenë e qartë kjo pjesë e vërejtjes së dietarëve, që ka të bëjnë me ati cili ka ardhur me vonesë në namazin e tyne. Po ashtu, disa të tjerë e shohësh që kur të hynë namaz, ka arsi në gjysë, e ka zonë, edhe është të falë drejke. Edhe tash i dizë atane e ka një kur e ka barë tekbirin fillestar, edhe ajo është të e knu elhamin, e ka knu surën, ky ka gati në fund. Ky merret me subhaneke merret, subhaneke Allahumma wa bihamdike wa tabaraka, me duan. Në vend se të merret me elhamin, të e di që se ka kohën shumë të shkurt. Në si rasti, kur je vënu, kanë thonë dietar, lexo Kur'anin. Bile s'paku elhamin, se kjo është obligative në namaz, dërsa sunnet është me lexu subhaneke. Nëse se ka lexu subhaneke, nuk prish punë, por duhet që s'paku me lexu elhamin dhe më mundu me u preokupu me leximin e Kur'anit, ajo është me elhamin. Je vanu, le tani subhaneken, se ta mërmendja se nuk ke kohë ma me lexu hem subhaneke, hem elhamin, hem Kur'an, po merru me Kur'anin, dësa lëshimin e duas, leje, për arsye se dietarët kështu na kanë mësu që
obligativja është më parsore se sa e pëlqyeshmja. E pëlqyme është me lexu subhaneken, por nuk është vajib, sikur që është leximi i elhamit. Po ashtu një gabim që bëjnë namazlit është që vjen edhe sheh imami ka shku në sejdë. Edhe rrin kom, këshur telefonin pret derisa imami të ngritet prej sejdës, ashtu sa ashtu e bën hesap se ka nxanë reqatin edhe ma nuk shkon në sejdë. Kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nga suneti pejgamberit alayhi salam është që thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që më gjen në ruku duke qëndru drejt apo në sejdë, le të qëndroj bashkë me mua në pozicionin në të cilën jam. Dhe na ka porosit pejgamberi alayhi salam, nëse më gjen në ruku, bashkangjitu në pozicionin në cilën jam. Nëse më gjen në sejdë, e gjen imamin në sejdë, bashkangjitu imamit në pozitën në të cilën është, hadithi është Ibn Abi Shejbe, si hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu një gjë që shoh te disa tri që është përhap është që nëse ka ardhur me vonesë në namaz edhe po krijohen safat, e sheh për shembull personin i cili e merr dikon që është përpara edhe e ngre prapa për me bë një saf dhe e le bosh vendin që është përpara. Kjo nuk është nga suneti. Edhe nëse ke ardhur dhe je vetëm, e krijon safin vetëm, por mos e prish safat të cilët janë përpara. Për arsye se ka mundësi që të hynë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, man qata saffan qatahu Allah, kush e kaput safin, Zoti e kaput. Ai është përpara, është i renditur me një saf që është më i vlefshëm se safi ti ku je prapa, le dhe mos e ngre prapa, mirë po Allah nuk e ngarkon askon përveç jashta mundësive të tija. Andaj nuk është nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam që ta ngrejmë dikant prapa për me u fal në saf me mu. Inshallah vazhdojmë në takimin ton të radhës dhe do të flasim inshallah për rëndësinë e namazit të falën me xhamat dhe për a bëhen xhamate tjera në namaz i cili na ka kalu prej kohës së vet dhe jemi shku neve në atë xhami ku ka imam të rregullt, a duhet me bën xhamatin e dytë apo jo, dhe gjëra të tilla inshallah në takimin ton të radhës. Deri atëherë mbeqje për kujdesin Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.